Në një atmosferë plot emocione dhe krenari, Universiteti i Shkodrës Duiç Gurakuqi zhvilloi ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2024-2025 në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, ku diplomuan 1314 student në të gjitha programet e studimit. Në këtë qytet, që për një shekull ka qenë vatër kulturës dhe arsimit, Universiteti ynë ban një mision të veçantë, të ruajë trashëgiminë e mendimit shkodran dhe ta çojë atë drejt horizonteve të reja të zhvillimit, inovacionit dhe kërkimit shkencor. Në emër të Bashkisë Shkodër Përshëndetje të Pranishmit, zëvendës kryetari Rudin Beka, ai vlerësoi universitetin si një shtyllë të rëndësishme të identitetit qytetar. Këshilla ime për ju është sot që mos prisni për mundësi të lindë ju, por krijoni ato vetë. Mos u ankoni. Përgatisni veten për tregën e punës. Mësoni vazhdimisht. Mos keni frikë, kërkoni drejtën tuaj dhe kryesorja. Jeta është e shkurtër, shijojeni. Ceremoninë e nderoi me praninë e tij edhe Dritan Abazović, kryeministri i parë shqiptar i Malit të Zi, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e arsimit dhe kulturës. Jam i bindur se jeni brezi i cili do të punësohet në Bashkimin Evropian, ku ta kenë dhe Shqipëria dhe Mali i Zi. Dhe Shkodra sot me këtë ceremoni të veçantë bëhet qendrë ja vetëm për Shqipëri, por për rajon. Dhe ky universitet e meriton këtë gjallë. Ceremonia u përshëndet gjithashtu nga disa studentë e sportistë ekselent, të cilët ndajnë emocione dhe përvojë e tyre gjatë viteve të studimeve.